Pak ditë pas rrëzimit të avionit C-130 që vrau 20 persona, Turqia po përjeton një tragjedi të re, pasi të njëjtën në mbrëmje një avion zjarfikës që po fluturonte mbi Kroaci u zhduk. Pak më vonë u konfirmua se avioni ishte rrëzuar dhe piloti u gjet i vdekur. Sipas lajmeve të fundit të transmetuara nga mediat, Ministria e Bujqësisë dhe Pyllëtarisë fillimisht raportoi se komunikimi ishte ndërprer me avionin zjarfikës, i cili ndodhej në Kroaci dhe po ngrihej për t'u kthyer. Megjithatë, pak kohë më vonë lajmi i pakëndshëm u konfirmuar nga Ministri i Bujqësisë dhe Pyllëtarisë, Ibrahim Yumakli, i cili njoftoi se rrënojat e avionit ishin gjetur dhe se piloti ishte vrarë në aksident. Mbetjet e avionit ton zjarfikës që i përkisnin drejtorisë son të përgjithshme të Pyllëtarisë, kontakti radio të cilit kishte humbur në Kroaci, u gjetën pranë qytetit të Senjit, Kroaci. Zoti e mëshiroft pilotin ton, i cili u martirizua në këtë aksident tragjik dhe shpreh ngushëllime dhe durimin tim familjes dhe të dashurve të tij. Ngushëllimet e mia organizatës son pyore dhe kombit ton të dashur, njoftoi ministri.